Gjithmonë kam patur dobësi për Burrelin. Burreli për mua ka qenë një enigmë, një mister I madh sepse në Burrel kanë qenë fiset ilire piruste. Në fjala piruste vjen nga pirus, që do thot dardh në latinisht, është përkthimi I fjalës Dardan. Dardanoj ishin fis iliro-helen me origjinë nga gjuha shqipe. Pirustaj janë përkthimi I fjalës Dardan në gjuhën latine. Por fundi I fjalës pirustaj është krijuar një lloj si fjala penestaj. Penestët ishin dibranët. Penestë vjen nga fjala penes, greke, do të thot dhimbje, do të thot punë. Ponos I thon dhimbjes gjithashtu në gjuhën greke. Pra një lloj siç u krijua fjala penestaj, ashtu u krijua pirustaj. Fjala pirust është duket nga fjalori me hyrjen e slavëve. Dhe lind fjala burrel, e çdo thot burrel. Në Burrel janë male shumë të bukura. Mal në gjuhën helene quhet borea. Përkon me fjalën shqipe gur. Ue në gjuhën helene rumbullakoset dhe krijohet fjala boreas, ere malit. Ishte perëndia e erës. Kjo fjalë hyn në gjuhën slave dhe bëhet burja në gjuhën slovake, buzha në gjuhën polake, burja në gjuhën slovene, bure në gjuhën e Ukrainës. Pra bëhet erë e fuqishme e veri perëndimit. Nga fjala burja, erë, krijohet një tokë fjalësh në gjuhën slave, burelam, që vjen nga gjinia femërore, bure, plus lomë, lomiq ose łomiq në gjuhën polake, do thot thyej. Është origjina e fjalës lëmë në shqip, me origjinë slave. Deri tani mendoj të ishte me origjinë ilire, unë kam zbuluar që vjen nga fjala thyej në gjuhën slave, fjala lëmë. Aty ku thyhet, pra ndahet gruri nga mbështjellja natyrale. Pra, nga fjala lomë ose lëmë në shqip, është fjalë slave, ka kuptimin thyej, është krijuar tokë fjalëshi burelom. Burelom në gjuhën ukrainase dhe në gjuhën ruse do thot deg të thyra. Shkarpa, pemë të thyra nga era. Në gjuhën slave ka marrë një kuptim tjetër fjala bura. Në gjuhët baltike ka marrë kuptimin e pëllitjes së demave. Në gjuhën e Latvias, bauorea është pëllitja e demit, era e demit, edhe në gjuhën lituaneze. Por kjo vjen nga gjuhë slave dhe kjo fjalë vjen nga gjuha greke, boreas, era e veriut. Është origjina e fjalës vorio e pir, sepse b-ja bëhet v, të dashur shqiptar, dhe mund të jetë origjina e fjalës veri në shqip. Ju më thoni, fjala veri e shqipës përkon shumë me fjalën vorea, veri, në gjuhën greke, të dashur pellazgë, të dashur shqiptar. Pra, borelom, deg të thyra, burelom, në gjuhën ukrainase dhe në gjuhën ruse, shkurtohet në gjuhën shqipe në burel. Kjo regjistrohet nga defteret e pranderisë turke. U haruan penestët, dibran, u haruan pirustët, matian, dhe fjala mat vjen nga emafia, është origjina e Maqedonisë. Do thot rër, fjalë për fjalë. Emafia do thot rërë, nuk vjen nga fjala emave e shqipes. Përkon me rërën guralecët në mat, në lumin e matit. Prandaj, të dashur shqiptar, emri Emafia vjen mbas pushtimit të Ilirisë nga trupat maqedone nga Aleksandri i Madh.
Aleksandri i Madh nuk ishte shqiptar, por pushtues i Ilirisë. Këta Ilir marrin emrin Pirust në gjuhën latine nga fjala Pirus, dardhë, përkthimi i fjalës Dardanë në gjuhën ilire dorike. Dardanoi është fjalë në numër shumës, Dardanët, në gjuhën dorike. Pra ilirët flisin një dialekt helen, është e sigurt. Vetë fjala Pirustai, si mbares, në fund të fjalës në shumës, është krijuar një lloj si fjala Penestai. Pra, Dibranët ishin Sklever, Penestai, ndërsa Matjanët ishin Dardan, Pirustai. Ishin pikërisht mercenar të Aleksandrit të Madh. Dardanët, kosovarët, kanë pushtuar vëllezërit e tyre ilir. Kështu janë shqiptarët gjithmonë, mercenarë kanë qenë, dhe kjo provua me perandorinë romake. Aq shumë ishin ilirët mercenar, sa që i gjithë gadishulli ilirik, përfshi dhe Helladën, është quajtur Iliria, dhe kjo është e dokumentuar. Nuk ka emër Hellada. Emri Hellada është vendosur nga perandoria austriake mbas çlirimit të Greqisë nga pushtimi turk. Nuk ka patur kur Hellade, Elladha në gjuhën greke. Ç'është kjo Elladha? Vjen nga fjala Hellas, të dashur shqiptar, që është një metaforë e Homerit për ata që shtrihen në tokë, nuk përdornin stola. Flinin gjysmë të zhveshur, sipas Homerit, në Iliadë. Heloi vjen nga fjala seloi, do thot fjalë për fjalë sedilje, për të ulur. Dhe është një metaforë humoristike e Homerit. Homeri është i vetmi shkrimtar në historinë e njerëzimit që shpjegon emrat e fiseve. Vepra Homerit është një vepër etimologjike, e kam zbuluar unë krejt rastësisht. Homeri shpjegon në greqisht. Pema është një bimë që lëshon rënjë. Seloi janë përftërinj që flenë gjysmë lakuriq, pa ulur në sedilje, pa ulur në karige. Dhe prandaj në mënyrë humoristike quhen njerëz pa karige, seloi, të dashur shqiptar. Në gjuhën helene, seloi quheshin ata që merrnin karikin me vete në lojrat olimpike. Ishte një karike që palosej, portative, e jashtëzakonshme. Sella quhet gjithashtu guri i varrit, i përdorur nga ilirët. Dhe aty luteshin ilirët. Kjo quheshte sedilja e prehjes së të vdekurve, e kam zbuluar unë. E kam zbuluar unë, iku kjo, vajti të dashur shqiptar. Pra, fjala heloi nuk është fjalë greke, është me origjinë nga latinishtja, sella i thon kariges. Pra është një fjalë e vonë, ka hyrë në helenisht mbas pushtimit latin të Helladës. Dhe Hellada, Elladha, është quajtur Iliria, kërkoni dokumentet e Stefanusit të Bizantit. Nuk ka Hellad, quhet Iliria. Në gjuha greke quhet Iliristi. Pra Zot që është në qiell. Pra identiteti grek është në fakt identiteti ilir, dhe pastaj fjala Pellazg është shtuar në poemat e Homerit gjatë redaktimit të tyre në bibliotekën e Aleksandrisë, sepse vargu i parë i Iliadës është gjetur në një amforë në një Ukrainë, koloni në Ukrainë, dhe atje vargu i parë i Iliadës është do këndoj për Dardaninë. Do më thënë për Trojën. Dardania ishte emri i Trojës. Dardha në gjuhën e spartanëve ka patur kuptimin e vëllezërve Dioskuri, dega e Dardhës, binjakët. Dioskuri, fjalë për fjalë, do thot Dios, Zoti, Kuri janë fëmijët. Kore i thon vajzës në gjuhën greke dhe sot të kësaj dite, ndërsa Kuri është varianti dorik i fjalës Kore, do thot fëmijët e Zeusit, Dioskuri. Dy degët e Dardhës që degëzohen kanë kuptimin e dy mbretërve spartan, të dy klaneve rivale, dhe në Spart nuk kishte demokraci, kishte bashk mbretërim. Një lloj si partia kryesore në Shqipëri dhe opozitës që i zgjedhin bashk deputetët. Gjë e mirë është kjo që mos zihen me njëri tjetrin, që mos përsëritet 97-a, mos ketë luftë civile. Dy parti kryesore, duke sikur bëjnë demokraci, në fakt ndajnë pushtetin me njëra tjetrën, edhe atë politik dhe atë ekonomik. Nuk ka asgjë të keqe, mjafton mos ketë luftë në Shqipëri.
Le të bëjnë shqiptarët si të duan demokracinë. Ky është modeli spartan, modeli i Dardhan. Pra Dardha është dega e vëllezërve Dioskuri, është simbol i Spartës. Dardha. Pra nuk bëhet fjalë për dardhat e Dardanit, frutat, bëhet fjala për degën, për simbolin e ndarjes së pushtetit midis mbretit dhe zëvendësmbretit në Spartë. Ky model u përcollte në Dardani, nuk ka patur demokraci kur, ka patur mbret dhe nënmbret gjithmonë, në çdo perandori ilire. Tani, fjala Illyria është emri i Danubit. Danubi quhet Iller dhe Illyr, gjarpër, lum i Danubit. Romakët kujtojnë se ky është emri i Ilionit. Mund të jetë Illyria emri i Ilionit, në gjuhën hitite, në Azinë e vogël, Ilianka është emri i gjarprit, i përbindshit, i lumit. E sigurt. Dhe gjuha hitite është shkruar përpara gjuhës helene me fjalë shkronja sumere. Romakët e marrin fjalën Illyria, duke menduar që është Ilioni, dhe e bëjnë emrin e të gjithë gatishullit ilirik. Perandoria romake quhet perandoria ilire të dashur shqiptar. Jo vetëm kaq, romakët marrin perëndin Dardania, kjo është muza e Dardanëve, e ngrenë si shtatore, si perëndi dhe është gjetur në Vërban të Kosovës, që do të thotë shelg në serbisht. Dhe në Kroaci, në një vend që quhet Baranja, Dashi në gjuhën kroate, përkthimi i fjalës Dalmatia, delet në gjuhën shqipe. Të gjitha këto zbulimet e mia, këto zbulime janë bërë gjatë regjistrimit të filmave. Në fakt, filmat më të bukur unë i kam bërë në balkon, sepse këtu ka shumë oksigjen. Dhe truri, kur merr oksigjen, është më mirë se sa mielli i bardhë. Ja them me sinqeritet, nëse doni që ju të ndjeni mirë, të bëni ndonjë zbulim, dilni në ajër të pastër. Mos pini miell të bardhë. Nuk ka gjë më të mirë se oksigjeni, është burimi i jetës. Kështu lindi jeta, nga oksigjeni, nga uji, të dashur shqiptar dhe jo nga Zoti. Lindi rastësisht jeta. Ashtu si gjuha shqipe lindi komplet rastësisht. Nuk ka ndonjë plan hynor për gjuhën shqipe. Edhe gjuha shqipe mbijetoi rastësisht. Në fakt mbijetoi se askush nuk e mendonte që shqiptarët ishin kaq hynor, që gjuha shqipe të ishte regjistruar në dokumentet e Bizantit. Gjuha ilire. Kujt ja merrte mendja që simboli i spartanëve të ishte dega e Dardhës? Kujt ja merrte mendja një gjë të tillë? Kush i zbuloi gjëra të tilla? Unë pra, krejt rastësisht. Bëhuni antar të Akademisë Sonë të Re. Do përfitoni ju, do të çliroheni nga shumë vargonj psiqik, nga vargoj i pellazgjisë, që është një krimb helen që i ka hyrë Dardhës Dardane, dhe po na gëryen. Mos po mohoj pellazgjin, po pellazgjia është quajtur një luginë e Thesalisë. Nuk është quajtur asnjëherë Shqipëria dhe Iliria pellazgji, dhe ky është plani i shfarosjes së shqiptarëve nga Jevgo-grekët. Duan të na shfarosin, të dashur shqiptar. Nuk do t'i lëm këtë ndyrësira të na shfarosin. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Mbeni frym në ajër të freskët me oksigjen, të dashur shqiptar, mos përdorni miellin e bardhë. Ju jap me siguri që do të ndini një eufori të jashtëzakonshme. Oksigjen, o shqiptar.